Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime. Nuk e di a e keni provuar ndonjëherë apo jo panxarin turshi, vetëm panxar, është vërtet shumë i mirë. Ju sugjeroj ta ndiqni videon dhe ta përgatisni në shtëpi, pasi është shumë e shëndetshëm. Për këtë recetë unë kam përdorur 6 patollxhan mesatar. Ishin vërtet shumë të freskët, saqë kur I mora në treg, ai dheu që kishin rreth tyre ishte akoma I njom. I kam pastruar. Ju sugjeroj që gjatë pastrimit të tyre të përdorni këtë që pastron patate, pasi merr shumë pak lëkurë dhe nuk heq pjesën tjetër të brendshme. I pastrojmë, I lajmë edhe një herë pas pastrimit në mënyrë që të mos ketë mbetur ndonjë papastërti, ja kështu, dhe I presim në copa. Unë kam përdorur këtë prersën e patateve për t'i dhënë edhe pak pamje, por nëse nuk ju gjendet në shtëpi, mund t'i prisni mjaft lehtë me ndihmën e një thike. Mund të zgjidhni formën sipas dëshirës. Unë meqense panxarët ishin mesatar, I kam prerë në këtë formë që tregohet në video dhe kam vazhduar kështu derisa I kam mbaruar të gjithë patollxhanët. Dhe pasi I kemi gati, do t'i vendosim në një tenxhere, do shtojmë ujë dhe do t'i zjejmë për rreth 10 minuta. Jo më shumë, pasi nuk duhet që të zbuten plotësisht, sepse ndryshe do të na shullën dhe nuk do bëhet turshi e mirë. Shtojmë masën e ujit derisa të mbulohen plotësisht dhe në momenti që fillojnë të vlojnë, I zjejmë rreth 10 minuta. Varet edhe nga patollxhani, por mund t'i shihni dhe mund t'i provoni me piru. Gjatë kohës që zjen, piruni duhet të ngullet pak me vështirësi. Pra mos I zjejmë sikur I konsumojmë sallatë, sepse ndryshe do të shullen kur t'i regjni. Pasi janë gati, ashtu siç janë, menjëherë sa I nxjerrim nga tenxherja, do t'i vendosim në vazo. Në vazo unë kam shtuar hudhër dhe piper të zi dhe piper mix. I rreshtoj me kujdes në mënyrë që vazo të marrë sa më shumë. Ç'është e vërteta, kur I presim në feta, vazo merr më pak, ndërsa nëse I presim në copa të tjera, vazo do marrë më shumë. Kështu që zgjidheni vetë se si do ta prisni dhe si të jetë më e mira dhe më e lehta për ju. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend I Shqipërisë apo I botës më ndiqni dhe mos harroni të bëni subscribe nëse jeni I ri në kanalin tim. Kam shtuar 3 lugë gjelle krip për 2 vazo të mëdha, 2 lugë gjelle uthull. Unë kam përdorur uthull molle, por mund të përdorni edhe uthull rushi nëse nuk ju gjendet ajo e mollës. Unë përgatita gjithsej 2 vazo të mëdha dhe 2 vazo të vogla. Masat që po ju le këtu janë për 2 vazo të mëdha, nga 750 ml. Do shtojmë edhe 2 lugë të vogla, 2 lugë çaji sheqer dhe vazot do t'i mbushim me lëngun që zjejmë panxarët. Kini kujdes nëse lëngu është ftohur pak gjatë kohës që ju keni mbushur vazot, duhet ta vendosni pak në zjarr në mënyrë që të nxehet, pasi duhet t'i mbushim vazot me lëngun e nxehtë. I kthejmë menjëherë përmbys dhe për një javë I keni gati. Është vërtet shumë turshi e mirë. Ju sugjeroj ta provoni dhe ta shijoni, pasi përveç se është e shijshme, është e mjaft e shëndetshme. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Unë ju falenderoj për të gjithë vëmendjen që I kushtoni kanalit tim. Bashkë dëgjohemi në recetën e radhës. Faleminderit.